Jo, sot diçka tjetër, se në identitetin kombëtar shqiptar, femna është e barabartë me burrin. Po, lidhet, pa ka shumë mirë. Nuk mund me trajtu ndryshe femnën ti, nuk mund me trajtu femnën si rob. Pa di çfarë idiotësie pështërsie është me thonë e ku morë një robe. Po këto osmat na kanë lënë, e mora një robën, çfarë robi morë be ti? Ç'ishte morë një rob, po kjo është pështërsi. Nuk ka qëllimi i rob në atë kuptimin e robënuar. Po për shembull i kanë thonë femnës të populli jonë që ashtu valla. Ja si kanë thonë hiç. Ja si kanë thonë. Se si ke thonë e mora një nuse, po e mora një rob. Po kanë thonë bre burr, që të kuptim e ka pas. Ja, po ç'e ka kuptimin robi, spjego ma fjalën rob, ç'është kuptohet. Unë e di çka do të thonë fjala rob, po ti më thënë për çeta që s'doni mi pranuar për shembull të vërtetë të jemi si ku jemi. Jo, po bre vallahi po se e di edhe ti fort mirë. Çka di pra unë? Po. Për shembull, baba jot, ja unë ka thonë a kemo ma gjet një rob për djalë. Nuk ka qëllimi mi robënuar. E kush na la çit robin? Kush na la? Po fjala do të thonë robreshë Zotit. Jo, Zoti pa të s'ja ke çu Zotit e ke marr për veti. Emërtimi u kon i keq, Zoti s'ka rob, Zoti robresha s'ka. Zoti ka gruaja i Zoti i ka gjithë bijt dhe bijat e veta në këtë botë. Nuk ka Zoti rob e robresha. Zoti na ka kriju gjithë të barabartë. Çdo çënje njerëzore. Kush është thonë që s'na ka krijuar të barabartë? Ja kush është thonë robresha Zotit, nuk ka robresha Zotit gruaja. Ç'është robresha Zotit? Zotit ka lënë të lirë. Unë jam rob i Zotit, edhe ti je rob i Zotit. Unë s'jam rob i Zotit. Jo, je valla, s'do më pranua ti. Ç'është bë rob i Zotit? Po Zoti më ka lënë të lirë, s'm ka robrua zotëri, ma ka vënë këtë lirin hapësirën, mi ka vënë syt, vesh, gojën, kuptimin që duhet më adhuruar, duhet më ndëgjuar se fjala musliman do të thotë nënshtrues, zbatues e urdhrave të Zotit. E çaja që i bën hot shau. Se më nënshtru Zotit. Pse më nënshtruar? Pse do të më nënshtru Zotit? Po ti si çfarë bën nënshtruar? Po si nënshtrohesh me ti Zotin e respekton, i lutesh për kulësh para tij. Po ti kur ke lind nuk e lind me mjekër, pa ata të ka bëj, ki mu zbardh, ki mu plak, ki me dek. Tana këto janë me dhunë. Zotit veç respektoja 10 ligje që ti ka dhënë ty e mu. Dekalog. Të Mojsiut ose ç'është ato. Te na nuk janë 10, po ka hala më shumë. Edhe te na ka më shumë, po çato janë bazike, janë kushtetut e Zotit. Unë jam Zoti ju tjetër Zot dhe vazhdojnë tutje. Çato zbatoj ti, nuk i vjen nevojë më nënshtru Zotit, se Zoti nuk thot, Zoti atë ka fol Zoti të lirë. Ta ka dhënë dijen mendjen, ka kallzu çka është e mira, çka është e keqja. Ti ka thon bën çka dush. Unë po ti ja. Po humbo çka dush, ja. E çysh ka thon? Po të ka qit kushte, ka humbo ke left. Jo, shtikëm në nuat, nëse më lejon, shtin shembull. Emanuel edhe hoqin der. Jo, normal. Ka detyra, ka obligime. Apo ti çka dush me firmën e radhë, apo ti? Edhe në po profesori, fjala rob pe kuptoj kur puna për histori, kur puna për fesë, jo, nuk po ndryj. Firmi rob pe kuptoj në cilin kontekst pe shpjegon hoja, pe kuptoj. Mirë bën, kuptimin gjuhësor, rob është i nënshtruar dhe i shfrytzuar. Në më kuptimin gjuhësor. Mirë po kuptoj kontekstin që pe shpjegon hoja. Ti apo ai? Jo, shiça, si intelektual po flas është e rëndë kjo. Me thoni vajzë robresh, rob është e rëndë. Nuk është e ndershme, nuk është e drejtë. Hoq edhe më morë çështë kupton. Qëllimi është me nuk ka kuptim tjetër hoq që ky është ujë dhe ujë, s'kish kupton se ujë është. Robi rob sipas çfarë shpjegime vdon thot kuptohet çashtu. S'mund të thon se ajo Coca-Cola se Red Bull, ky ujë është. Robi nëse me janë Emanuel edhe hoq. Një njeri nuk është as krishter, as musliman. Po nuk vjedh, nuk plashkit, nuk shpionan, nuk ngjet, i këshyr punë të veta. Punon ndershëm, punon me njerëz. Si llogaritet ky njeri? Njeri që shkon direkt në parojë të xhenet. Jo, valla nuk. Unë do ta bëj një njeri që do më thonë, Emanuel pas ka qenë. Jo, ta garantoj me. Vesh ti shembull. Ti je të thon për shembull, parë the punoj në zyre dikon për shembull, aty është pall konkurs. Edhe kur është pall konkurs, ka treguar për shembull kur sa kanë marrën punë. është po më mirë. E ti tash, shko e rre, edhe nësë ja vlej, e as i punë më se punë. Ja, se thashtu. Ja, si detyrë si punon. Edhe Zotit ka falë, ti ka kriju sy. Ti ka lënë me. Sa të kry detyrë? Çfarë detyrë është më detyrë? Po e mbon familje. Unë e punoj. Ngam. Mos ma devio mendimin. Shkoj për soçi tutë që nuk e fitojnë atje. Mos ma devio mendimin, lutem. Unë e thash një person jon.
po një person. Sadria për numër. Jo, nuk e thash unë, po një individ, shune një plot. Po zotëri, po për me konë qashtu atëherë zoti nuk ish vu detyra, po kishtë onë bëni qka të dëni. E qartë, e Bëni kuptova. qka të dëni E ku shkon paroj si pas të në xhenet? Të gjithë ata të Sipas Koranit se sipas lejes fije. të cilët besojnë, adhurojnë, e besim në kupto se ka ndalesa, ka urdhnesa, me fe islame edhe bobreci nuk goxon mi myt. A ki myt në një ti? Ja? Wallahi pa hiri nashta. A me hiri me qëllim kur. A ki prej në pastër në herë? Ju me dërteme s'kum prej, A pa ki ato i hangër? ka bo halalaj. A ki hangër? I ka bo halalaj. Kush Edhe e ka ka bo? urdhnuar. Ka urdhnuar. Shpirti bobresta ato këto janë krijesa që ka kriju se nuk mund mu marrë me to se Ne ti do të theja se pulën dhe ato më shëndin Po, këto. po, po, po,